Nën, shiko, erdhi furgoni. Mbyllë tani telefonin. E mbylli. Më dëgjoj, Lul. E dëgjove se çfarë të tha baba yt. Nuk ka telefon, nuk do të flasësh me atë djalë. Shiko, nëse vazhdon përsëri kështu, të betohem se do të lëndoj ty. Nën, po të them që e telefonova shefin? Hec, hec. Hajde, Bili. Hajde. Hajde, Bili. Hajde. Ej, Lul, më dëgjo mua. Në prani të tezës mos fol përse kemi ardhur këtu. Mos thua që babaj të dënoi dhe erdhen për këtë arsye këtu. Gjithsesi gruaja me zimbahet, mos e mërzit më shumë ata. Mirë pra nën. Ej, Lul, ec. Teze? Nuran, mirë se erdhët. Mirë se të gjeta. Sa më kishte marrë malli, o zemër. Oj, sa qenë ka rritur. Zoti të ruaj ty, shpirtim. Ajde ti marrë unë çantat. Mirë pra nën. Mirë se erdhët, Nuran, shpresoj të mos ktheheni më njerë. Më kishte marrë shumë malli. Rini pak sa jeni këtu. Jo, mos u shqetëso, Teze. Këtu jemi. Do të rrim për gjatë kohë, mos u shqetëso ti as pak. Më kishte marrë malli shumë për ju. Nuran, zemër, sa mirë që erdhët. hajde. A je i dashuruar ti? Ha, si the? Çfarë nuk kuptove, moj bi? Ri e humbur në mendime, i shikon muret. Erdhën. Kush duhet të vinte? Ai, Mirë se nga erdhe. zemra ime. Mirë se ju gjeta. Hipëm në autobusin që vinte pas jush dhe erdhëm me njëherë. I thash edhe Korajtun, hajde të mbërim para se të erësohet njëherë. E bët shumë mirë. Përshëndetje, Elil. Si je? Qka janë këto sjellje, Nuran? Erdhëm për të mire, na e pritet kështu. Mos fol kot razje. Vajza është mërzitur këtu, prandaj po sillet kështu. Hajde Brenda, po ju bëj një çaj unë juve. Hyre dhe ti bir, hajde. Si jeti, teta Nazife? Pse erdhën këta njerëz të padurueshëm tani? Dreqi i marrë. Nën, çfarë kërkojnë këta njerëz këtu më thuaj? Dëgjoj këtu. Mos fol shumë ti. Hyr Brenda dhe vëre çajin. Hajde. Merre edhe Tezen me vete. Erdhat që të mos mërzitesh e vetëm. Nuk po mërzitesh edhe ashtu. Do të doje të jetoj në një vend si ky. Me pemë, lule, insekte, pra një burr i tri dhe fëmijët që luajnë për rreth duke qeshur. Nuk mjafton të duash, vëlla. S'pari duhet të gjesh burrin e duhur. Si që thonë, t'jeti përshtatshëm për moshën dhe karakterin, apo jo? E Lil, mosha nuk ka rëndësi. Mjafton të jetë njeri i mirë. Jo pra, unë dua dikë kokëfort si vetja, të zjemi gjithë ditën e gjithë natën. Për ndryshe nuk kalon jeta. Dukesh e turshme dhe e qetë. Por si duket, pas ke mendje shumë të prejktë. Ngjajmë shumë ne të dy, ha? Po, ashtu është. Si do qoftë.
Unë po shkoj t'i ndihmoj nënës me gatimin. Sheqer, qep, kafe, buk. Ku ishte ky dyqani pra? Çfarë ke përsëri valla Koraj? Jas? Përshëndetje, Lul. Ti si e gjete këtë vend? Njëherë kur po flisnim në telefon, përmendeve në linjën tënde. Më mbeti në mendje. Desha ta provoja fatin. Mirë që e provove. Këtu madje më ndalohet edhe të flas në telefon. Papa ju zemrua shumë kur na pa të përqafuar. Në fakt ka të drejtë zemrohat. Kishte edhe diçka tjetër. Pra nuk ishte vetëm ajo arsye. Ata mendojnë që ti e ke rahur valla Korajin. Si ashtu? S'lidhje ka kjo? Pra, nuk e di, edhe mua më duke i absurde, por nuk mund t'ua shpjegoj. Baba im është shumë i zëmruar. Do me thënë e kemi punën keq. Tani, çfarë do të bëhet? Nuk e di. Duket se do qëndroj këtu edhe për ca kohë. Atëherë, edhe unë do qëndroj për ca kohë, derisa ta kthehesh në shtëpi. Pastaj, do të ma tregosh fshatin. Sigurisht, me shumë qejf. Hajde ja. Jas. Ashtu, vërtet erdhe sepse u bëre merak për mua? Po, kur nuk mund të flisja me ty u shqetësova shumë. Hipën autobus erdha. Sa mirë që erdhe. Lul, dole vetëm për të shkuar në dyqan dhe ende nuk je kthyer. Shpresoj të mos jesh futur në ndonjë telash përsëri.